Rikthehemi dhe do të vjojë në fakt pyetja e parë fare është ai hapi i parë. Pavarësisht se me siguri për këtë temë mund të nisnim edhe me parapërgatitjen, edhe do të kishte shumë për të treguar edhe aty, por në takimin e sotëm le të mbetemi tek momenti nga marrja e testit pozitiv e deri tek lindja. Testi pozitiv, çfarë ndodh me gruan në atë moment? Çfarë duhet ketë parasysh? Atëherë, me momentin e parë që kemi një test pozitiv, normalisht është dyshimi a është testi realisht pozitiv apo jo. Kështu që patjetër që testi pozitiv duhet të ndiqet më pas nga një ekografi. Për të konfirmuar edhe një herë atë çfarë testi ka thënë, që është realisht shtatzania e vendosur apo jo. Me bërjen e ekografisë parë, ne patjetër që shohim jo vetëm praninë e shtatzanisë, por konfirmojmë edhe prezencën e vendosjes së shtatzanisë brenda mitrës apo dhe jashtë mitrës, sepse normalisht testi mund dalë pozitiv, por mund të jetë një shtatzani jashtë mitre, kjo është tjetër histori. Kështu që patjetër ekografia ka një rol shumë të rëndësishëm, ekografia e parë për vendosjen e diagnozës së saktë, qoftë të moshës së shtatzanisë, qoftë të prezencës së shtatzanisë dhe vendosjes së saj brenda mitrës. Dhe ne aty pastaj japim atë lajmin që i themi zyrtarisht i është shtatzan një gruaje pasi vjen dhe bën konsulton. Dhe me fillimin e këtij takimi, pastaj pasohet me analizat dhe ekzaminimet fillestare që ne i bëjmë nëse kjo grua ka qenë, si thua, një shtatzani jo të mirë planifikuar dhe ndoshta një pjesë të mirë të ekzaminimeve nuk i ka realizuar përpara se sa të mendonte për një shtatzani. Sepse sot ka shumë çifte që normalisht para se sa ta bëjnë hapin drejt shtatzanisë, bëjnë një sër analizash dhe ekzaminimesh për të ditur gjendjen ku janë dhe pastaj për të ndërmarrë pjesën e bërjes së një fëmije. Kështu që në momentin e dytë ne kemi pjesën e bërjes së ekzaminimeve ku praktikisht ekzaminohet mirë nëna. Ekzaminohet nëna me analiza laboratorike nga më të ndryshmet për të ditur gjendjen në cilën ajo ndodhet në atë moment dhe për të ditur nëse trupi i saj, organizmi i saj është mjaftueshëm i shëndetshëm dhe i gatshëm për ta mirëpritur këtë shtatzani që sapo është instaluar, sapo është implantuar në mitrën e vet. Kështu që një sër ekzaminimesh bëhen në fillim dhe më pas procedohet me ekot dhe kontrollet rutinë. Megjithatë jepet edhe këshillimi për marrjen e suplementeve që në fillim? Më thënë, kjo është nga ana çfarë ne bëjmë në klinikë, çfarë bëjmë neve nga ana mjekësore. Pastaj është pjesa e këshillimit, që është dhe ajo një gjë shumë e rëndësishme dhe një etapë shumë e rëndësishme, sepse informacionet sot në fakt janë pafund, nuk është se mungojnë sikurse dikur, por ndonjëherë dhe informacionet e shumta ka nevojë për një filtr, kështu që normalisht mjeku ginekolog i orienton edhe më së miri. Kështu që këshillat fillojnë që me marrjen e suplementeve, fillimisht në javët e para të shtatzanisë ne rekomandojmë vetëm marrjen e acidit folik, nuk është nevoja për të marrë më shumë, është më se mjaftueshme, dhe patjetër një dietë sa më të pasur ushqimore, ku kryesisht unë gjithmonë pacientëve i them dieta të predominojë drejt proteinave, do të thënë dietë shumë llojshme, por me tendencë pak më shumë drejt proteinave, sepse proteinat janë ato që na ndërtojnë ne si individ, janë ato që ndërtojnë strukturën, kështu që edhe ky beb që sapo ka nisur ose ky embrion që sapo është formuar, sapo është krijuar, ka nevojë për këtë element kaq të rëndësishëm që të ndërtohet në gjithë tërësinë e vet. Kështu që me përpos këshillave për mënyrën se si kjo nën duhet të ushqehet tashmë, sepse shumë gjëra që dikur mund t'i konsumonte tashmë nuk mund t'i konsumoj dot më për shkak të shtatzanisë, duhet të jetë super e kujdesshme. Duhet jetë edhe dishme edhe për shenjat e shtatzanisë, sepse janë dhe ato një problematik më vete që ndonjëherë, sidomos në shtatzaninë e parë, nënat e reja i kap të papërgatitura, mund të kenë dëgjuar, por është tjetër gjë kur i provon vetë. Se përjetohen edhe ndryshe njëra nga tjetra. Patjetër, por intensitete të ndryshme. Absolutisht po. Por pavarësisht të gjithave ne kemi ato totalin e shenjave që themi, që ti duhet të jesh e kujdesshme, sepse këto shenja mund të fillojnë dhe të shfaqen. Diku më pak, diku më shumë, ose të jo fare, mund edhe të mos kesh fare nga këto shenjat e fillimit të shtatzanisë, që janë raste më të rralla, por në përgjithësi do i gjesh veten tek një pjesë e tyre shenjave. Shenjat e para, do të thënë, gjë e parë është mungesa e menstruacioneve. Gjë e parë që ti dhe shkon bën dhe testin vonesa e ciklit menstrual. Kjo është shenja e parë që ne e përjetojmë. Tjetër pastaj fillon me lodhjen, me përgjumjen. Është një lodhje që ti nuk e kupton pse po të vjen.
mungesa e energjisë, do më shumë kohë të rish shtrirë. Pjesa tjetër e shenjave është të përzierat, problemet e stomakut, që ndoshta kur është një shëtëtëzani dhe pa planifikuar të se kupton që është për shkak të shëtëtëzanis. Kështu që kjo ndjenja e të përzierave dhe ndoshta dhimbje stomakut, ndonjëherë të bën të shkosh edhe gabimisht tek gastrohepatologu për të vizituar, për të parë nëse ke një problem gastrik. Dhe ndërkohë je shëtëtëzan. Të përzierat pastaj mund të avancojnë më vonë edhe me episode të vjella, që është mos e normale dhe është një shenjë pozitive e shtatzanisë, që tregon që trupi jot po përshtatet me këtë embrion që sapo ka ardhur është implantuar. Dhe një shenjë tjetër të fundit është dhe pjesa e urinimit. Në një ndër shenjat tipike është dhe urinimi i shpeshtë, sepse është fiziologjikisht tashmë embrioni që është vendosur në mitra fillon dhe rritet, zmadhohet, dhe duke u rritur, duke zmadhuar, komprimon shikzën e urinës, i ushtron një lloj presioni, dhe kjo i bën që urinimi të jetë më frekuent, më i shpeshtë. Dhe është një ndër shenjat që ne e hasim shpesh tek fillimi të javës së para. Bëjmë vetëm një kalim tek aspekti emocional dhe psikologjik, pikërisht tek momenti që marrim këtë testin pozitiv. Si e përjeton gruaja? Edhe ndoshta edhe nga takime që ju keni patur, nga eksperjencat e personale fundja. Është e vërtetë që është një eksperiencë sa pozitive, për të cilën çdo grua, çdo nën mezi e pret, por ka disa faktorë të cilët ndikojnë që ky gëzimi, pra ky emocioni pozitiv, për të cilën flitet shumë, do të përjetohet në atë lloj mënyre. Pra, nëse është një shtatzani që ti e pret, sigurisht emocioni është pozitiv, por nëse është një shtatzani të cilën ti nuk e pret, të cilën mendon që do të vështirësoj jetën, mendon që nuk je gati me partnerin ose me bashkëshortin, pa nuk je gati për të pritur një fëmijë. Pra, të gjitha kushtet paraprake se si ti je në një lidhje në çift, përcaktojnë edhe mënyrën se si do të gëzohesh për këtë proces që është shumë i rëndësishëm, por dhe është me shumë ndryshime. Nëse trupi na tregon që ne po përshtatemi, pra ka shenja fizike të cilën ne e ndjekim, aspekti emocional që ndryshon shumë, sepse është një ndryshim shumë madhor i gruas në përgjithësi. Pra do të filloj të fantazoj që brenda trupit të saj është një krijesë, dhe kjo krijesë është përgjithësia e saj. Më pas është një presion kulturor i cili varet mënyrën se si ta trajton këtë lloj emocioni. Pra, emocioni është kompleks, varet shumë nga momenti i pritjes dhe mënyra se si do të afrohet partneri në raport me fëmijën. Sepse vihet re dhe një lidhje, pra nëse nëna ka një lidhje të shëndetshme me babain e fëmijës, sigurisht emocioni është më i plot. Nëse ka, pra është një lidhje të vështirë, vjen nëse është një shtatzani e dytë, nëse vjen nga një krizë në partneritet, të gjitha këto e ndikojnë pra mënyrën se si ti e përjeton emocionin. Dhe prandaj është e rëndësishme që të themi që është një eksperiencë pozitive, është një eksperiencë e bukur, të cilën e përjeton nëna dhe është unike, por duhet të themi që edhe nëse ti nuk ndihesh mirë emocionalisht në momentet e para, mund të themi është normale në këtë situatë që nuk është, po themi, normale. Pra është diçka e re. Ndryshim total dhe duhet marrë në konsiderat të gjitha këto situata për ta nisur mirë një eksperiencë që do të pasoj me prindërimin, sepse mënyrën se si ti e koncepton në fillim, mëmësin, të paturin e një fëmije brenda vetes tënde. Mënyrën se si trajton veten, si trajton ndryshimin që ndodh në trupin tënd, por e ndryshimet hormonale. Ndryshimet hormonale përkthehen në ndryshime emocionale. Dhe këto ndryshime emocionale, pra mund të vështirësojnë edhe marrëdhënien me veten, po dhe me fëmijën. Pra ne kemi patur eksperienca të nënave që edhe refuzojnë, pra për të qenë shtatzan, refuzojnë për të lindur, refuzojnë për të qëndruar fëmijës. Refuzojnë që të jenë shtatzan, apo ashtë në pak për të lindur? Pra, refuzojnë t'i afrojnë, po, refuzojnë t'i afrojnë fëmijës, sepse nga presioni i lartë emocional dhe social, pra, se nëna pyet, a jam unë gati
për të qenë e përgjegjshme për të rritur dhe për të kujdesur një fëmijë, pra nëse Varësisht të përjetimit. patjetër, pra nëse përjeton ndjenjë të larta faj, pra nëse ne themi që nëna duhet të jetë e kujdesshme, trupi i nënës do të jetë gati. Atëherë duke i bërë shumë presion nënës që gjithçka varet nga sjellja jote, gjithçka varet nga mënyra, atëherë ajo mund ta përjetojë si një lloj sulmi dhe automatikisht mund të tërhiqet, mund të ndihet e pasigurt, pra ulet vlerësimi për veten. Pra të gjitha këto janë faktorë që duhen marrë në konsiderat në momentin që ti pëson gjithë këtë lloj ndryshimi. Ka nevojë pra për një trajtim me sa më shumë kujdes edhe nga bashkëshorti por edhe nga familjarët, të cilët duhet ta respektojnë këtë hapësirën që i takon gruas në këtë moment, sepse varet si janë situatat, si është gjendja, dëshirojnë apo jo të presin një fëmijë, pra janë të gjitha këto pikpyetje që janë totalisht në raste individuale, familjare, ne nuk mund t'i marrim të gjitha për analizë më vetë. Marrim të mirë qenë. Mirë kuptohet pra kjo pjesa e prezencës edhe e mirë kuptimit të gruas. Pra, gjithçka pra, që gruaja përjeton, duhet mirë kuptuar. Pra nuk mund të se në përgjithësinë e themi, shiko unë e kam përjetuar kështu. Madje unë, më fal, nuk e mbaj mend ku e kam lexuar, po më duket ja kështu në rrjetet sociale, ka gra të cilat ato 3 mujorin e parë përjetojnë me shumë vështirësi, me të gjitha këto shenjat që kur shprehen më pas për këtë shtatzënine, jo fort të qetë, thonë, kam vuajtur shumë, nuk dua më madje të ta përjetoj. Kështu që vërtet është ndryshe nga njëra grua në tjetrën dhe mund të jetë edhe kjo një fazë që mund t'i bëjmë të mos ndihen mirë për shkak të simptomeve. Pikërisht, pra të mos ndiherit mirë, në përputhje pra me këtë gëzimin që ne themi që nëna duhet të gëzohet se po pret një fëmijë. Pra këtë gëzimin e madh që ne themi që vjen si rezultat i mëmësisë, i shtatzanisë. Dhe ndërkohë nëna nuk ndihet gati emocionalisht, pra ky konflikt emocional e bën që nëna të ndihet jo mirë dhe të refuzojë edhe marrëdhënien me fëmijën apo marrëdhënien me veten, mund të kalojë situata ankthi, por kjo trauma që ne themi pra goditja e fortë emocionale që nëna merr pas lindjes mund të vi edhe para procesit të bënte ajo pas lindjes, mendoj se aty madje bashkë do ndalemi pak më shumë, sepse pas lindjes do jetë pjesa më e vështirë për një grua. Po edhe kjo që do të ndalemi tani bashkë. 3 mujori i parë është trimestri i parë është më delikati, po themi, për ta ruajtur, për ta mbajtur sa më mirë shtatzënin. Po. 3 mujori i parë është e vërtetë, është një moment shumë delikat, qoftë për nënën, qoftë për vetë shtatzanin, sepse ne e dim shumë mirë që në 3 mujorin e parë ne kemi dhe shfaqjen më të madhe të numrit të aborteve spontane. Kështu që normalisht duhet një përkujdesje sa më e mirë. Dim që në javët e para ne kemi krijimin e gjithë organeve të këtij embrioni, që është organogjeneza. Dhe normalisht kushtet ambientale duhet të jenë sa më paqësore, sa më miqësore në mënyrë që ky embrion të zhvillohet ashtu siç duhet, dhe të mos kemi patologji ose keqpërmime më mbrapa. Përveç ushqimit janë edhe gjëra të tjera që duhet të ketë parasysh, pra kur thoni paqësore është edhe për rrethanat apo? Paqësore në kuptimin në ambientin ku qëndron. Për shembull, ne themi gjithmonë që një nën shtatzan, jo vetëm në 3 muajin e parë, por edhe më mbrapa, nuk duhet të jetë në kontakt me kafshët, sepse ne e dim që ekziston një sëmundje që quhet toksoplazmoza, që normalisht duhet të na kufizoj pak në disa sjellje që mund të bëjmë, qoftë nga qëndrimi me kafshët, qoftë edhe në mënyrën se si ushqehemi me perimet dhe zarzavat. Ato që kanë në shtëpi, i bie që ti nxjerrin në atë periudhë? Rekomandohet domethënë apo? Ato që kanë në shtëpi kanë përshtypjen që janë të mirë vaksinuar dhe normalisht prapë gjithsesi nuk do të jenë në kontakt aq të ngushtë sa ç'mund të kenë qenë përpara se sa të ishin shtatzana, sepse sado që një kafshë mund të vaksinohet. Sidomos pjesa e pastrimit në mos. Po, unë nuk është se jam kompetente fushës, ndoshta një mjek veteriner duhet të jetë më adapt për të treguar për mënyrën e vaksinimit kafshëve dhe për të ditur se sa të mbrojtur jemi ne në momentin që kemi kafshën e vaksinuar, por gjithsesi ne rekomandojmë që një grua shtatzan të mos jetë në kontakt të drejt për drejt me kafshët. Edhe veçanërisht me sa kujtoj unë nga eksperienca ime, përveç analizës që tregon nëse je ose jo në rrezik të toksoplazmozës, ka qenë edhe nëse ke macën në shtëpi për shembull, nuk duhet merresh me pastrimin. Me pastrimin. Rërës, pra të sepse është një lloj paraziti
toksoplazmoza që normalisht eliminohet me feçet e kafshëve, kryesisht e pjesa e macave. Kështu që në momentin që ti je duke pastruar, patjetër mund të kontaminohesh. Ty si individ nuk të ndodh absolutisht asgjë, por për bebin është shumë problematike, sepse mund t'japi keqformime dhe problematika në zhvillim. Përveç kësaj, rrethanat tjera mund të jenë stresi, patjetër, stresi, gjendet e stresit, ose medikamente të ndryshme që ti mund të duhet të marrësh. Kështu që ne e dim shumë mirë që në 3 muajin e parë jemi shumë të kufizuar dhe të dhënia e mjekimeve, nëse kjo nën shtatzan mund të përjetojë edhe në një problematikë ose situatë shëndetësore për cilën duhet të mjekohet. Kështu që mundohemi gjithmonë që të kemi, të akvizojmë sa më shumë atë gamën e medikamenteve dhe gjithmonë ato që janë shumë të sigurta. Dhe atëherë, vetëm atëherë kur duhet. Ka diçka për shembull alergjit, me qenë se jemi dhe në sezonin e alergjive, duke qenë se një grua shtatzën është e kufizuar në marrjen e medikamenteve, por alergjit për shembull janë shumë problematike për ato që i përjetojnë me simptoma siç janë të shtimat, kolla, hundët. Ka ndonjë fije tolerancë për një grua shtatzën? Po, unë sa po e thash, domethënë ne jemi të kufizuar të dhënia e mjekimeve, por atë gamë të kufizuar të mjekimeve që i japim, që e dim që janë të sigurta dhe kuptohet që nuk do t'i marrim për një kohë të gjatë, gjithmonë e japim gjithmonë me indikacionin e mjekut, dhe të mjekut specialist në rastin alergolog. Gjithmonë në bashkëpunim edhe me të. Në mënyrë të tillë që dhe mjekimi që ne të japim të jetë sa më i lehtë, që mos ketë një impakt tek embrioni, të fetusi, por të lehtësoj dhe nënën për simptomatologjinë që ajo paraqet në rastin e reaksionit alergjik apo alergjisë stinore që jetohet aktualisht për shembull. Të ndalemi pak edhe tek aktiviteti fizik, se e diskutuam edhe bashk më herët të qenit aktive. Po, që është një gjë shumë pozitive. Madje kam dëgjuar nga disa raste të cilat mund të kenë patur aborte të padëshiruara edhe nga një tërheqje e lehtë që mund të ketë qenë për të marrë diçka mbi dollap, për shembull, apo në një vend të largët. Shkaqet e aborteve janë të shumta. Por ne gjithmonë në momentin e parë që sapo konfirmojmë shtatzanin, patjetër që e këshillojmë pacienten që të jetë e kujdesshme sidomos javët e para të shtatzanisë, që të mos bëj sforcime fizike në trupin e vet që prekin pjesën e barkut, qoftë ato tërheqjet që sapo the. Me thënë, edhe nëse ajo është një vajzë që ushtrohet në palestër, mund të shkojë në palestër, por gjithmonë të bëj ushtrime që nuk prekin pjesën e barkut, themi, sepse pjesa e barkut duhet jetë sa më e qetë, sepse aty është një organ, siç është mitra, që tashmë po fillon dhe po ndryshon. Ajo po rritet, po zmadhohet dhe vetë zmadhimi është një lloj ndryshimi që përjeton trupi dhe që shkakton një lloj sikleti. Domethënë, në javët e para të shtatzanisë, çdo grua që ka përjetuar shtatzanin, e di shumë mirë që janë ato dhimbjet e lehta që ngjajnë si dhimbje menstruale, që janë tipike për shkak edhe të faktit që kjo mitër që tashmë po zmadhohet, tërheq ato ligamentet e veta dhe i shkakton këto simptoma. Imagjino tani nëse ne jemi dhe të pakujdesshëm, bëjmë dhe neve këto lëvizjet e pakujdesshme që implikojnë zonën e barkut. Kështu që mundohemi që zonën e barkut ta kemi gjithmonë të qetë. Si është e mundur që ka gra të cilat kryen aktivitet fizik në palestër gjatë shtatzanisë, çfarë do lloj edhe në 3 mujorin e dytë madje, është të qenit natyrë sportive edhe më herët që e bën më të lehtë, apo ju e rekomandoni gjithsesi të bërit aktivitet fizik? Tani është pak e çuditshme, po, sepse është palestër mirëfillim njësoj. Tani, unë kur flas për këtë gjë, natyrisht që marr gjithmonë shembull veten time, po besoj të gjitha këtë bëjmë kur mendojmë për shtatzanin. Si e kemi përjetuar vetë edhe kur e shohim ndryshe tek një tjetër na bën përshtypje. E pafuqishme në këtë aspekt, unë edhe në kohë të zakonshme, nuk jam natyrë sportive. A është ky një shkak, pra duhet jesh gjithmonë natyrë sportive për ta përballuar në shtatzanin? Ne thamë edhe në fillim, do të thënë çdo shtatzanin nuk ngjan me një shtatzanin, qoftë edhe tek e njëjta grua. Por mos folur pastaj në individ të ndryshëm. Kështu që persona që mund të jenë aktiv me sporte të ndryshme, patjetër që përjetojnë më lehtë dhe pjesën e shtatzanisë në momentin që shkojnë dhe ushtrohen në palestër, sepse është pjesë e rutinës së tyre, madje ata po të shkëputen nga pjesa e palestrës ndihen keq, sepse duket që po privohen nga një gjë. Por nuk shkakton dëm kjo gjë? Jo, në qoftë se unë e thash në fillim, në qoftë se ushtrimet që ti bën në palestër, gjithmonë edhe me një instruktor palestre, sepse instruktorët e palestrës sot janë të mirë informuar dhe dinë edhe çfarë ushtrimesh duhet të bëjë një grua që është shtatzan.
dhe në javët e veta shtatzanisë. Kështu që nëse ti bën ushtrime në palestër të cilat nuk implikojnë pjesën e barkut, të themi të abdomenit, aty ku po rritet embrioni, aty ku po rritet fetusi, nuk besoj se japin problematika dhe fakt është sepse ne shohim shumë vajza të reja që edhe postojnë në rrjetet sociale, edhe në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë dhe madje ne i këshillojmë gratë që me aq sa kanë mundësi të jenë aktive. Me thënë mos bëjnë jetë sedentare, por kjo varet gjithmonë se si ndihet ajo grua. Ne gjithmonë i themi çdo gruaje që merr vesh lajmin që është shtatzan, që ti nuk je sëmur, domethënë mos e përjeto veten tani sikur je sëmur. Ti do bësh një aktivitet normal, të zakonshëm ditor, do jesh pak e kujdesshme patjetër, sepse tashmë nuk je vetëm ti, por është edhe një qenie tjetër që po rritet brenda teje, por do mundohesh që të mos bësh një jetë sedentare, me aq mundësi sa ti ke, qoftë edhe një ecje, nuk është e thënë të shkosh palestër, qoftë edhe një ecje pak më shumë. Kështu që Asa është mundësia? Kjo ndarja, doktoresha, që po e theksoni dhe ju dhe kam dëshirë që ta theksojmë për të ndihmuar çdo grua të ndihet mirë nëse është në pritje të ëmbël. Se çfarë ndodh? Nga rrjetet sociale përcillet një imazh i caktuar, për shembull e një gruaje që bën palestër shumë fort me shtanga me se të thash. Dhe mundësisht e rekomandon përmes vetes dhe eksperiencës së saj që bëjeni se është shumë mirë, ju bën shumë mirë. Tani, jo të gjitha mund të vendosemi në këtë pozitë dhe do doja pikërisht këtë ta theksonim që edhe nëse ecja do të ishte ideale për ju, është shumë okej. Është shumë okej. Mjafton më ne tash të bëj një stil jetese të shëndetshme. Në qoftë se dikush e ka në stilin e vet bërin e palestrës, mund ta vazhdoj, kuptohet me ato kufizimet e vogla, sepse tashmë është shtatzan. Do të bëjmë vetëm një shkëputje të vogël dhe kur të kthehemi do të dalim me Ksenën tek rasti i aborteve spontane. Përjetimi i një aborti spontan tek një grua, çfarë ka nevojë, çfarë ndihme ka nevojë për ta kaluar këtë humbje që duhet jetë shumë e dhimbshme emocionalisht edhe e rëndë psikologjikisht. Pas pak.